Për hir të vërtetës, Theodori nuk kam asgjë me ty, po do doja titullarët e policisë, sepse shqiptarët duhet i shihnin të dy bashkë, se këta drejtojnë policinë. Njërin do shihnin në njërin anë Suel Çelën, në anën tjetër Troplinët. Edhe t'ju themi shqiptarëve që ja ku e keni policinë e shtetit, kush e drejton dhe kush Zoti Noga, ju lutem, një minutë, të lutem. Një minutë. Nëse do vazhdojmë me këtë gjuhë, unë ndërpres mbledhjen e komisionit. Nëse vazhdojmë me këtë gjuhë, unë do ndërpres mbledhjen, ti ke të drejtë pa diskutim, por ama ke detyrimin të respektosh institucionin dhe mos akuzosh njerëz dhe drejtues të institucioneve në këtë komision. Kur keni prova, paraqisni provat, atje kemi krijuar një prokurori të posaçme për institucionet e posaçme, kështu që drejtohuni aty. Do t'i bëj edhe një pyetje për prokurorinë e posaçme. Këtu drejtohuni me etikë dhe me gjuhë parlamentare, lutem shumë. E posaçme. Tani. Por me që është njëri po i drejtohem. Zotri, a mund na thoni ne si deputet dhe opinioni publik, sa është sasia e kokainës dhe e heroinës e kapur në portin e Durrësit apo në pikat e tjera kufitare që nga dita që ju jeni titullar i policisë shtetit? Nga mediat, raportimet e cilave janë të besueshme, rezulton që sasia është zero. Zero, që u vjen shkelur ju në kryet e policisë shtetit. Porti Durrësit, mediat dhe raportet e shërbimeve të huaja thonë që është kthyer një port i tëri në funksion të trafikut drogës. Gojet e liga thonë që ju keni caktuar kurrier Ulian Shpatarakun të linjës së trafikut Korç Elbasan, që drejtohet nga karteli Çela. E shumë të tjera. Por na ktheni përgjigje sa është sasia e kokainës dhe heroinës e konfiskuar në këto pikat kalimit kufitar që ku ju jeni drejtues. E pyetja e dytë. Sa referime ka dërguar policia e shtetit në SPAK për çështje të krimit organizuar apo për struktura të krimit të organizuar që ku ju jeni drejtues i policisë shtetit? Në raportimet e drejtuesve të SPAK-ut në kuvend, ata na kanë thënë që shifrat janë zero, por e duam dhe konfirmoni ju. Drejtuesit e SPAK-ut raportojnë se krimi i organizuar ka lidhje të forta në kupolën e policisë shtetit dhe të gjitha dekonspirimet vinë nga kupola e policisë shtetit në çdo operacion. Madje vetë drejtuesi i SPAK-ut ka perifrazuar në ligjërat drejt, që është uleritse kur shohim që drejtues të lartë të policisë shtetit janë të përfshirë në trafiqe dhe të implikuar me banda kriminale të vendit. Pyetje tjetër, a ka struktura të krimit organizuar në Shqipëri dhe kartele dhe sa janë ato dhe kush janë ato sipas jush? Pyetje tjetër, çfarë përgjigje i jepni ju DEA-s kur për herë të parë në 35 vite kjo strukturë e shtetit amerikan që lufton drogën njofton qytetarë shqiptar që t'i adresohen asaj direkt tek numrat telefonit që ajo publikon dhe kërkon që të shmangen institucionet e shtetit shqiptar. Hera e parë që ndodh që institucionet ligjzbatuese të vendit ton shmangen nga DEA amerikane për kur vjen puna te trafiku i drogës. Pra hije të rënda shumë, ju dam shumë e rëndësh kjo për ju dhe për institucionin tuaj. Çfarë mesazhi i jepni ju, i keni dhënë ju policisë shtetit dhe oficerëve të tjerë të policisë në këtë vend,
me largimin e Ridvan Palit, ish shefit komisariatit numër 2, të cilin e internuat her pas here që nga dita që arrestoi mikun tuaj, trafikantin dhe kriminalin Altin Morina, a dini që mesazhi që i keni përcjell policisë është drithërues, rënues, shkatërrues. Kush guxon të luftoj krimin dhe trafikun e drogës, do të largohet nga policia, është mesazhi që keni dhënë ju. Dhe ky Ridvan Pali ishte nga oficerët dinjitoz, të pa kompromituar, të pa korruptuar, që thjesht zbatoi ligjin dhe kreu detyrën. Vrasja në Rinas. Vrasja në Rinas lehije të forta dyshimi që ka një bashkëpunim apo një rakordim me policinë e shtetit. Pse? Prej kohësh që nga ngjarja e vjedhja e bankës, e parave të bankës Rinas, në atë pikë ku ishte makina e vrasëve, ka qenë instaluar në mënyrë permanente një furgon policie, i grupit gatshëm. Po aty afër, ka policë të qarkullimit. 50 metra larg është komisariati. Si ka mundësi që atë ditë që ndodhi vrasja, nuk kishte furgon të grupit të gatshëm aty, s'kishte as policë. Dhe komisariati as nuk dëgjoi. Asgjë, zhurmë asgjë. Dhe që dritat në atë korridor ishin të fikura në atë orë. Dhe si ka mundësi që ju janë dashur mbi 40 minuta trafik vrasëve për të shkuar deri te pika ku ata dogjën makinën dhe policia e shtetit nuk mundi të bëjë asgjë. Si e shpjegoni ju faktin që në përgjimet e metamorfozës pranë çdo grupi kriminal rezultojnë të atashuar si shërbëtor, shofer, shoqërues apo eskortues oficer të policisë shtetit? Dhe një pyetje tjetër të fundit. Zoti drejtor, ju keni a është e vërtetë që keni dorëzuar një telefon tuaj në SPAK? A keni dorëzuar telefonin që keni përdorur, a keni dorëzuar një telefon të ri? Dhe për çfarë arsye SPAK-u ju ka sekuestruar ju telefonin? Dhe është dinjitoze që një njeri që hetohet SPAK dhe dyshohet për përfshirje në afera kriminale të trafikut të drogës dhe të fshehjes së kësaj vepre, të pranojë të rrinë drejtim policisë. Faleminderit. Faleminderit zotin Noga, fjala për zotin Malaj. Përshëndetje, unë do të bëj disa pyetje. Vere që ky buxhet është një të buxhet më të mëdha të policisë shtetit, ku ka një rritje rreth 17%. Dhe du të bëj një pyetje, a i plotëson nevojat e 2026-s për policinë e shtetit ky buxhet? Po për punonjësit e policisë që punojnë larg vendbanimeve të punës, ka parashikuar për kostot që kanë në këtë buxhet? Po për punonjësit që kryen misione apo detyra të veçanta, ka stimuj parashikuar në këtë buxhet? Dhe unë mendoj që duhet këtë kam diskutim, ne duhet i referohemi rendit ditës, ne këtu jemi për buxhetin, nuk kemi për pyetje tjera, kështu që po patëm seancë tjetër ne mund ta thrasim drejtorin e përgjithshëm policisë për pyetje tjera, kështu që unë këto kisha brenda buxhetit, brenda rendit ditës.